ironizon ndonjë prodhim të ngjashëm në Shqipëri aktualisht? Ne kemi folur bashkë, njerëzit asociojnë direkte me reality show dhe qëllimi ai është. Po. Ajo është thjesht forma për të çuar te publiku, për ta çuar publikun në kinema. Kazerma mund të ishte edhe një zyrë shteti. Edhe në zyrën e shteti ka një Arius të dhunshëm që i do njerëzit servila që duhet të prodhojnë korrupsion që ai të fitojë, mund të ishte edhe një biznes privat. Unë zgjodha një gjë që njerëzit të asocioheshin direkt dhe ti e di shumë mirë që të zgjodhe reality show, sepse neve jemi një reality vazhdueshëm. Reality është një fenomen global, nuk është thjesht fenomen shqiptar. Kështu që nuk ka ironizim. Ne jemi Ariusët. Dikush më shumë, dikush më pak, neve kemi bërë kompromise tona. Pra Ariusi nuk është një personazh konkret. Po jo, më këtë duhet të Jo, nuk ka fare. As asocime me çfarë janë vërtet. Realisht, sepse filmi këtë ka detyrë të shkojë për te. Unë nuk do bëj një film për 2025, unë do bëj një film që të ketë vlerë kuptim edhe në 2050. Për të ndjekur videon e plot në YouTube dhe shumë të tjera, bëni subscribe në kanalin Blacklight Media.